لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سبحانه وتعالى falenderojmë, kurse salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojmë. Gjithmonë lutim Allahun xheleshanu të na mëson hajrin, të na mëson të dobishmen, më pasaj të na sjell dobi nga ajo që mësojmë dhe të na shton ilmin, të na shton diturinë me të cilën i afrohemi Allahut subhanahu wa taala dhe e kënaqim atë subhanahu wa taala. Vëllezër, unë veç pak do të kthehem mbas te dersi i fundit. Te dersi i fundit, jena sot përsëri vazhdojmë me librin shpjegimit të librit realitet al-aqidat at-tahawiyya. Aqidja at-tahawiyya, siç kemi thënë, është aqidja e saktë e Ebu Hanifes rahimahullahu taala. Sa i përkat asaj maturidie, nuk është ajo aqidja e Ebu Hanifes rahimahullah, edhe pse janë gjesin gjoja se ajo është aqidja e Ebu Hanifes rahimahullah. Ne folëm në herën e fundit, do me thonë, para mujt të bekuar të Ramazanit, dhe spjegum hadithin e Gjibrilit. Kush ishte hadithi Gjibrilit? Për çka ishte boshte fjala të hadithit Gjibrilit? Është Islami, imani edhe ihsani. Cili sahabi e përcjellën të këtë hadith? Ose baba ati më mirë? Omeri radiallahu ta'ala anhu. E thamë ati se u bo fjalë për 3 çështje cilat janë madhështore në Islam. Si e përmendi vllau, Islamin e piti Gjibrili, Muhamedin a.s. fol për Islamin, çka është Islami. Muhamedi a.s. u përgjigj, Islami është të dëshmosh ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. E dita çka ishte? Të falish namazin, t'japish zekatin, agjërimi mujt Ramazanit dhe haxhi për atë i cili ka mundësi ta kryejë këtë obligim. I tha Gjibrilit tamam, çashtu është. E piti për imanin, Muhamedi alayhis për besimin. Muhamedi alayhis u përgjigj tha imani, besimi është besosh në Allahun, librat e Allahut. Tregom atë një Abdullah. Allahun, librat e Allahut. Kushtet e imanit? Ok, hajto gjermanisht një. Po, në Allahin. Librat e Allahut. Profetët e Allahut. Jungësën ta, kadan, kaderin, e kështu me radhë. Përsëri Gjibrili i tha tamam është. E piti për ihsanin, tahir çka ishte ihsani? Dash arabisht të tjenje edhe din edhe arabisht, si dush. Ihsan, çka ishte ihsan? Ta adhurosh Allahun në atë mënyrë sikurse që e sheh. Edhe pse ti nuk e sheh, kjo ishte ihsani. Do me thonë, pastaj dhe piti për shenjat e kur është kiameti, për shenjat e kiametit e kështu me radhë. Ne folëm për të 3 çështjet, Islami, filloj me Islamin Gjibrili, pastaj me imanin, edhe pastaj çka me ihsanin. Sa i përket të secilës prej këtyre 3 gjërave, Islami, do me thonë, imani edhe ihsani. Secila prej këtyre në veten e saj sa përfshin. Ihsani, që do thotë bamirësia për të keq shqip, ama shikoni çfarë kuptim kishte, ta adhurosh Allahun sikurse ti e sheh. Edhe pse nuk e sheh, do të thonë në dinjo Allahu të sheh ti. Kjo në veten e saj, çka do të thotë kjo? Kjo i përfshin edhe imanin edhe Islamin në vete. Kjo vetëm ihsani. Në veten e saj është më e madhe edhe se imani, edhe se Islami. Kush ihsani? Se kjo është kulminacioni. Ti edhe kur falesh në atë mënyrë se Allahu të sheh. Edhe pse ti nuk e sheh, Allahu përsëri të sheh. Edhe kur jep diçka, jep ashtu në atë mënyrë, sikurse Allahu, do me thonë, jep në atë mënyrë sikurse ti e sheh Allahu. Edhe pse ti Allahu nuk mund ta shohësh, Allahu ti të sheh. Edhe për niyetin çka e kije, edhe niyeti çka është punë e zemrës, përsëri vepron këtë mënyrë. Unë e kam niyetin e mirë, pse ashtu në atë mënyrë sikurse, do me thonë, e shohun Allahun, po edhe pse nuk e shohun në dinjo, Allahu më sheh mu.
A e shikoni se ihsani i përfshin këtë të dhja. Ihsani në veten e saj, do me thonja e ihsanit, në veten e asaj i mbledh gjitha. Gjitha çështjet e fesë, gjitha çështjet e besimit dhe gjitha çështjet e kujt edhe të islamit. E imani është më e madhe se islami. Imani tash vjen kategorinë e ditë. Në veten e saj imani, besimi e përfshin edhe islamin. Prandaj nuk mundet dikush me qenë musliman pa qenë besimtar. Ai që është besimtar, ai edhe e fal namazin. Ai që i frigohet Allahut e fal namazin. Ai që i frigohet Allahut e jep zekatin, që i ka besim në Allahun subhanahu wa taala. Prandaj imani në veten e saj, imani si iman, besimi e përfshin islamin, thotë ti bën pjesë të unë. A nuk mund të jetë në veten e saj e kundërta që islami thotë unë e përfshi edhe imanin. Se ki e shumë prej muslimanëve, ndoshta i bën ai do punë të haptas që shfaqen, ama me punën e besimit në Allahun subhanahu wa taala akoma nuk ka hyrë në zemrën e atij si duhet. Prandaj imani është e dita e cila islamin e përfshin. Është më e madhe se islami edhe e fut mrenda. Po mirë, shikoni këto ta si i radhitëm. Ihsani i mbledh gjitha. Ajo që e beson Allahun sikur se e sheh. I përfshin edhe islamin edhe imanin në veten e saj. Por kur e shohim te pasuesit, kush e ka domethënë hisen më të madhe në praktik, në fushën islame, do ta shohësh se islami te pasuesit e saj është më i madh. Se sa ka bota muslimon, gjithmonë jena muslimon. Gati 2 miliard apo jo 2 miliard. Shia, Rafidi, Qadiani, Gjemati Tekfir, Sufi, e thuj. Gjithë durzët, alevit, kreton jena muslimon. E kjo dhe më thonë islamis të pasusit, thot unë jam ma shumë se ju, që shikja unë e gjithë që ngishtin. Kur vjen tash imani thot pak ma pak. Imani, zgjerimi i imanit, ajo që përfshin imanit në pasusit të njerëzit të muslimon, është shumë ma pak se sa islami. Të pasusit e islamit është ma pak. Kur vjen puna të ihsani, të kulminacioni, tu akoma shkarkohen shumë të pasusit. Sa mund të ketë prej muslimonëve, prej atyre që e adhuron Allahun sikur se që e sheh. Domethënë çdo moment ai thot Allahu më sheh. E largon edhe shikimin më të vogël prej haramit. Kjo është ihsani. Edhe mendimin më të vogël ndaj muslimanëve nuk e ka të keq. Edhe mendimin si mendim, se thot Allahu i din edhe mendimet. Nëse shkon këtë procedurë, dhe çojë se prej muslimanëve shkarkohen me ngelin më pak. Te pasuesit bëhet fjala. A në veten e saj, ihsani thot unë i mbledh gjitha. Në radhën e ditë, mbas ihsani thot imani, unë i mbledh tjerat. E islami, dhe më thonë, është pak ma pak, në veten e saj. Me ilon të tret folish, kush e ka hapësirën më të madhe, pronën më të madhe, ihsani thot unë, se unë i mbledh juve të dijave. Pastaj imani thot unë, sa i përket mua dhe islamit, unë e kom, dhe më thonë, hapësirën, horizontin më të madhe. Po kur vin punat e pasuesit, thot haj kush ka më tepër antar, islami thot po, unë thot kom më tepër antar. Imani thot kom më pak se ti. E ihsani thot kom hala edhe më pak se ju të dija. Kjo ishte dhe me thonë hadithi i Gjibrilit, që filloj prej islamit, shtresa e si për me. Pastaj u thellu pak imani, diçka më e madhe, mu'minun. Pastaj hala më thellë, atje ishte ihsani. Jo, dhe me thonë këto të trija, duhet me i kuptu dhe me i mbajt mend, se cila në veten e saj, sa e ka horizontin e madh, sa e ka si përfaqen me trekatërorin e saj më të madhe. Ihsani më shumë, ama kur e shem mrenda ti sa pasues kije, pak. Islami ka më tepër, edhe pse ka horizontin më të vogël, ama plot me njerëz, e imani hala më pak. Tash do të flasim dalim të një temë tjetër, kjo ishte domethënë vetëm si një rikujtim. Haqiqatul Islam, domethënia e vërtet e fjalës Islam. Çka është Islami? A është Islami vetëm në shqiptim? A është Islami vepër? Çka kanë thonë dietarët Islam në lidhje me këtë çështje? Thot, qad sara an-nasu fi musamma al-islami ala thalathati aqwal. Sa i përket thonë definicionit të Islamit, çka do thot Islami? Njerëzit, domethënë dietarët Islam, këtu janë ndarë në 3 mendime. Mendimi i parë thot Islami është vetëm një fjalë dhe imani është vepër. Islami është fjalë, shqiptim. Edhe imani është me thonë vepra. Se argument ku është?
argumentet ku tha Allahu Gjeleshanu, kur edhën Arab, beduin, njerës që jetojnë shkretira, i marrin shatoret e atyre, dalin në nivel tjetër, aqe i pengon era, lëvizin, ta do me thonë janë Arab, beduin. Erdhën të Muhamedi a.s. dhe Allahu një gjotë dhe ka të regu në surën Hujurat. Qalet il Arabu amenna. Erdhën një grup për këtire beduinëve të Muhamedi a.s. dhe thanë amenna. Edhe ne jena, amenna, që ka dhe thotë? Jena besimtar, u bon me dhe ne besimtar. Allahu i tha Muhamedit a.s. Kull, thuj ative, len tu'minu, ja, ka të shpejt, nuk shkon, duhet ko. Walakin kulu eslemna, për thoni, ne jena muslimon, jemi dërzu, jemi bindë, shtu më ratë. Prej kësaj e kanë marë se islami është shqiptim, është dhe me thonë fjalë. Për regull, e këto punët tjera që ka jonë, falja e namazit, dhonja e zekjatit, agjerimi, të thot kanë të bëjnë me imanin, nuk kanë të bëjnë me islami. Islami është vetëm deklarata, eshhedu e la ilaha illallah, wa eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Kjo është grupi paqër, islami është fjalë, imani është vepër. Po një gjë e tillë, e kanë thonë dietarë dhe me thonë shumë të mëdhej. I pari është Imam Zuhri vlezër është dietar në çështjen e hadithit, në tefsir, në fiqh, në akide, edhe është prej krijetarëve të tabiinëve. Imam Zuhri, edhe ajo është i këtij mendimi. I ka thonë Ahmed ibn Hanbelit, o imami jon, Imam Ahmed ibn Hanbeli, ma vonë dhe më thonë ka ardhë, do të kanë thonë Imam Zuhri se islami është fjalë, shqiptim, kurse imani është dhe më thonë çdo gjë që ka në islam me vepër, ajo është puna e kujt, ajo është puna e imanit. Ahmed ibn Hanbeli, rahimullah, tha, edhe unë një gjë tillë thonë, edhe unë jam i këtij mendimit. Por fjalët e Imam Ahmed ibn Hanbelit, shumë ma vonë vlezër njerëzit, ndoshta edhe nuk kanë arrit me ja shpjegu, se Imam Ahmedi disa here ka fol pak fjalë, por e ka pas kuptimin e madh. Një herë kur e pyetën Ahmed ibn Hanbelin, dhe këto kurrë ma vonë do ta tregoj kush i ka shpjegu këto fjalët e Imam Ahmed ibn Hanbelit, i thonë, o Imam, çka thotë? Nëse na thirin të një darsëm, ku ati ka munker, punë këqija, muzike, gjëja tjera, a me shku, tha jo. Por nëse shkam të një varim edhe e dim që ati të varimi do të ketë edhe ati munkere e bidate, tha shkoni. Askush nuk e kuptoj, do me thonë, pse sqarimi, deri sa erdh kush, ta shumë do ta ceki emnin. Kush është ki dietar? Taqiyuddin, Abul Abbas, Ahmed ibn Abdul Halim, ibn Abdul Salam, al-Numairi, al-Harani, al-Dimashqi, Sheikhul Islam, Ibn Taymiyah. Kjo është emri i Ibn Taymiyes. Dhe me thonë Taqiyuddin e ka emrin, Taqiyuddin, Abul Abbas, Ahmed ibn Abdul Halim, ibn Abdul Salam, al-Numairi, al-Harani. Se Harani është një qytet afër al-Dimashqi. Pra si se pastaj është vendosur në Dimashq. Ahmed ibn Hanbeli, Sheikhul Islam ibn Taymiyah, i cili e shpjegon edhe këtë çështjen që ka thonë Imam Ahmedi, po edhe unë e them se Islami është shqiptim me ta shqiptash me gjuhë, e gjitha veprat tjera kanë të bëjnë me imanin, gjitha tjera kanë të bëjnë me imanin, me besimin. Atë të parën ndoshta e kam shpjegu, ka thonë parasia se të prezantimit të një darsëm ku ka munkere, ku ka e ndalet çka? Patjetër. Ku ka domethënë punë të këqija, nuk shkohet aty. Pse? Se aty është haku i gjallit, ai gjalli mund ta ndryshon në një gjë të tillë. Ai është vetë i Zotit i shtëpisë. Ama te i vdekti, shkoj për hatër ati të vdektit. Ai nuk ka mundësi me ju thonë këtive, mos bëni punë të këqija, mos bëni bidate. Shkoj për ato se ai është haku i vdektit. E për këtë ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, si e ka shpjegu këtë fjalën, pse e thon Ibn Taymiyah, se Ibn Taymiyah vëzër në Islam është mu'jize, me të vërtetë. Ibn Taymiyah në Islam është mu'jize. Tregojnë orientalistët, njerëz filozof, po kur i marrin librat e Ibn Taymiyes, që ka folë për logjikën, për psikikën, libra dhe më thonë, për filozofinë ka shujt libra, a beson të endim vetën tonë se jemi një, dhe më thonë, fëmijën fushnjore dhe para një djetarit. Në çdo shkencë ka folë. Sheikhul Islam është në vete, 4 medhhebet është në vete, Sheikhul Islam. Nëse flet për hadith, është krijetari në hadith. Nëse flet për fiqh, Sheikhul Islam është, si thash, në vete, 4 medhhebet. Për akide, për tefsir, mu'jize Allahut subhanahu wa taala, edhe pse ka jetuar domethënë dikun 66 vite.
ka jetu rahimahullah. Thot mendimi i Imam Ahmedit për këtë çështje që thot se Islami është shqiptim dhe imani është vepër, e ka për qëllim se çështja e imanit apo çështja e krirja e veprës, besimtari i cili e krin një vepër, ai do të thotë se është besimtar, për arsye se imani nuk mund të shfaqet ndryshe vetëm se nëpërmjet veprës. Prandaj ka thonë Ahmed ibn Hanbeli, edhe unë jam i mendimit që Islami është shqiptojsh, edhe imani është vepër, për arsye se ka thonë Sheikhul Islam ibn Taymije, çështja e veprës që prezantohet është rezultati i imanit, për arsye se imani është në zemër dhe nuk mund të vërtetohet imani vetëm nëpërmjet veprës e cila është e dukshme dhe është e shfaqur edhe është hashitjare. Prandaj tha kjo është mendimi i Imam Ahmed ibn Hanbeli, i cili ka thonë edhe unë jam i atij mendimit se imani është vepër. Edhe me të vërtet kjo imani do të thonë është edhe puna e veprës. Pse? Për arsye ai i cili e bën një vepër, të njëjtën kohë, a e deklaron që është edhe musliman? Po. Ai i cili e bën një vepër e deklaron që është musliman, por e deklaron të njëjtën kohë çka e deklaron edhe imani. Kjo është grupi i parë. Çka tham janë ndarë besimtarët në 3 grupe. Një grup thotë që Islami është shqiptim dhe imani është çështja është e veprës. Prandaj edhe me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tha veprat më të mira, më të dashura tek Allahu, kur e pyetën, tha Islami më i mirë tek Allahu xheleshanu çka është? Falja e namazit. Imani, falni, për imanin e ka cek Muhamedi alayhis salam falni, tha imani, kur e pyetën për imanin Muhamedin alayhis salam tha me një hadith tha imani, çka do thotë iman? Iman është falja e namazit. Tu e kish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëllimin se nuk mund ta falë namazin qet i rregullt, i përpikët në namaz, i kujdesshëm vetëm ai i cili ka besim në Allahun subhanahu wa taala. Taifa jalul islam muradifan lil iman. Grupi ditë thanë e njëjta është, a është shqiptohet islam apo iman, të dia janë të njëjta, edhe nëse bashkohen bashkë. Për arsye se mendimi i tretë është, do të flasim, do të alojmë për kur vjen mendimi i tretë. Grupi ditë tha islam edhe iman, e ka cek Allahu në Kur'an islam, apo e ka cek iman, të dia janë të njëjta. Njëna hin të tjetra, por edhe nëse i ka bashku të dia, prap e kanë domethënë të njëjtin kuptim. Pse? Po shiqoni Allahu xheleshanu çka thot për familjen e Lutit. Fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin. Fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin. Tan që këto të dia janë të njëjtë. Allahu xheleshanu tha për melekët dhe i nxorën prej atij fshatit ato të cilët ishin besimtar, bëhet janë për popullin e Lutit. Melekët, do të thonë tregon Allahu xheleshanu se i nxorën prej i shkutum prej atij fshatit ato të cilët ishin besimtar. Çka thot më njëherë pas tjetër. Fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin. Por në atë vend nuk gjetëm vetëm se një shtëpi që ishin musliman. Këtu tha Allahu xheleshanu i nxorën, i shkutum ata që ishin besimtar, por në ati nuk gjetëm vetëm se një shtëpi që ishin musliman. Çka është dallimi mes tyre? Të thotë që e njëjta është. Më dietarët islam thonë jo. Allahu xheleshanu për familjen e Lutit, me përjashtim gruan e tij, i ka vërtetuar të di gjërat, se familja e Lutit, vajzat e Lutit, kanë qenë edhe besimtar me zemër, por edhe kanë qenë musliman që i kanë zbatuar urdhat e Allahut xheleshanu. Dhe kjo është një lavdat e madhe për cilën? Për familjen e Lutit alayhis salam. Kanë qenë edhe besimtar, kanë besuar çdo gjë që Allahu xheleshanu i ka lajmëruar, por të njëjtën kohë dhe janë nënshtruar me vepra të gjitha urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk do të thotë që ato kanë qenë vetëm besimtar, por edhe i kanë zbatuar me vepra urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Vim tash vëllezër te grupi i tretë. Grupi i tretë thonë shikoni, më e mira është të ndalena aty ku kena argument. Po çka hadithi Muhamedit alayhis salam, hadithi Xhibrilit, a nuk na ka treguar qartë se çka është imani, çka është Islami dhe çka është imani? Islami është shqiptojsh shahadetin, falish namazin deri fund. Imani çka është? Besosh në Allahun, librat e Allahut, ditën e gjykimit, melekët, profetët, qadan, përcaktimin e Allahut subhanahu wa taala. Pohon kjo është Islami dhe kjo është imani. E tash në rregull. Tash vëllezër është ajo definicioni që i përmbledh të gjitha. Mbani mend vëllezër, për herën Kur'an, kur ta gjini fjalën që është ndamas, ose Islam, ose Muslim, ndamas, dhe pas asaj bashk,
nuk vjen fjala iman, mu'min, atëherë Islami përfshi të dhja, edhe imanin edhe Islamin. Edhe njerë, në Kur'an për herë kur ta dëgjoni ose ta lexoni fjalën muslimin ose islam dhe pas asaj nuk vjen edhe fjala iman, atëherë te kjo fjalë hin edhe besimtarët. Ose e ka cek Allahu xheleshanu mu'minun, innamal mu'minun alladhina amanu billahi. Besimtarin ato të cilët besojnë në Allahun, falin namaz e kështu me radhë, këtu hin edhe Islami. Kur ceket vetëm njona, bën pjesë edhe tjetra. Shiqo çka thon dietarët e Islamit. Idha ijtama'a tafarraqa wa idha tafarraqa ijtama'a. Të di fjalët, kur janë bashk, i kanë kuptime të ndryshme. Kur janë bashk, e ka cek Allahu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Këtu i ka bashku Allahu bashk. Muslimant edhe besimtarët. Muslimanët, besimtarët. E ku janë bashk, atëherë secila e ka kuptimin e ndryshme. E ka kuptimin sipas hadithit. Musliman, kur e cek Allahu, edhe njerë, kur Allahu i bashkon këto, i mleth me një ajet, ose mbas ajetit vin ajet tjetër, i bashkon islam edhe mu'min, muslimin, mu'minin, atëherë secili e ka kuptimin ndryshe. Kur bashkohen, ndahen me kuptim. A kur ndahen, bashkohen të dhja. A është të me thonë kjo e qartë? Kur Allahu xheleshanu i cekën bashk, atëherë secila e ka kuptimin ndryshe. Po a kene argument më qartë? Hadithi Muhamedit alayhis salam. Kur e priti Xhibrili për Islamin, tha Islamit dëshmojsh se nuk ka zot tjetër përveç Allahut e kështu me radhë. Te imani, a e thatë njëtër Muhamedi alayhis salam? Jo, te imani më ndryshet, besosh në Allahun e ditën e gjykimit. Pse? Kur këto dy fjalë përmenden bashk, bën fjalë të një ajet apo të një hadith, apo të di ajete vinjona pas tjetrës, se cila e ka kuptimin ndryshe. Islami e ka kuptimin sipas asaj, hadithit, edhe imani e ka sipas hadithit. Kur bashkohen, kur janë bashk, ama kur ceket në Kur'an apo në hadith vetëm islam apo mu'min, ajo e përmleth edhe tjetrën. U cek vetëm islam apo muslim, tu bën fjalë edhe besimtari. U cek vetëm besimtari, tu bën fjalë edhe kush? Edhe muslimani dhe bën fjalë edhe islami. Kjo është ajo. Tjetra ta është diçka, përsëri hadithi i Xhibrilit na kujton diçka tjetër. Xhibrili e piti Muhamedin alayhis salam, çka është Islami? E tregoj 5. A thu vetëm që këto 5 gjëra kanë bënë me Islam? E më thonë, a është kaq Islami kaq i ngushtë dhe kaq pak material ka deklarata, eshhadu an la ilaha illallah, falja namazit, dhënia zakatit, agjerimi dhe haxhi. A thu me të vërtet që ki është Islami krejt? Urdhri për të mirë, ndalesa nga e keqja, nuk është pjesë e Islamit? Është edhe kjo pjesë e, domethënë, Islam. Gjihadi në rrugt të Allahut subhanahu wa taala është pjesë e Islamit, është pjesë e Islamit. Me ju ndihmu të tjerëve, është pjesë e Islamit, ajo është pjesë e Islamit. Përse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e priti Xhibrili nuk i përmendi të gjitha, domethënë këto, po i përmendi vetëm këto 5. Tu vëllezër ka me të vërtet urtësi shumë të madhe. E para, këto të 5 janë diçka çështje simbolike të kësaj fesë. Se, me thonë për arsye se dëshmia shahadeti nuk mundet askush në botë të bëne pjesë të shahadeti përveç se musliman. Allahu xheleshanu e bëri që shahadeti, dhe me thonë eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu anna Muhammeden Rasulullah, kjo jetë simboli muslimanëve. A dëshmojnë këtë krejt njerëzit? Nuk e dëshmojnë. Gjithë njerëzit, a mund të na shoqërojnë neve muslimanëve të urdhri për të mirë dhe ndalesa nga e keqja? Po, ti i ki edhe mediat. A nuk flasin dhe mediat kundra, dhe me thonë, alkoholit, se sa ndeshje bon. Ndalen nga e keqja. A nuk flasin për të mirë, me mësu, mos me marë droge, gjoja tjera. Gjitha. Ka dash Allahu xheleshanu këto 5 shtillat jenë që këtu nuk bëjnë pjesë vetëm se musliman. Mund tjetë a i mirë, a urdhon Islami për sjelljen e mirë, urdhon. Ka dikush jo musliman, për fatë keq që ka sjelljen e mirë, ndoshta ja të i kalon dikujt për e muslimanëve. Por megjithatë tek Allahu ai nuk mund të jetë më i mirë se ai i cili falën namaz. Prandaj Allahu këto 5 shtilla i bani që të jenë simbol i madh i muslimanëve. Falja e namazit, që kur falet namazi, Mekke apo vende tjera, kjo është simbol i kësaj feje. Me këtë kjo feja islame ngritet, apo dhënia e zakatit. A e mendon ti se edhe tjerët e ndajnë pasurinë 2.5% pasurisë, ai ka 50.000 euro vetë që ka i thua shembull 5.000 euro, 6.000 euro, ai tjetri ka 200.000, e nxjerr këtë. Ktu a mundet dikush që bashkangjitet muslimanëve? Jo. Ai i cili agjeron, që vlezër agjerimi, Allahu na ka sprovuar me agjerimin,
gjitha kohrat. Por edhe me namazin. Edhe me namazin na ka sprovu Allahu xhaleshanu në gjitha kohrat. Edhe kur është në 4 e gjys, edhe kur ishte Ramazani në 9 e gjys, e hajshim iftarin, o mendojmë nëse vetëm me Ramazan Allahu na sprovon neve të gjitha stinat. Edhe me kohën e namazit. Vjen sabaj shumë herët, vjen jacia në kohën e verës shumë vonë. E Allahu na sprovon me këtë çështje. I sprovon besimtarët. Te puna e haxhit, a mundet dikush me ju bashkangjit muslimanëve me kri haxhin? Vetëm muslimanët e krin haxhin. Vetëm muslimanët agjirojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet sipas hamendjes, i ceku vetëm këto 5 shtyllat e Islamit. Shahadeti. A e deklaron tjerët shahadetin? Një krishterë mund të thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ai mund të thotë për çef, po me bindje nuk e thotë këto. E prandaj këto janë 5 shtylla që ka dash Allahu xhaleshanu me na veçu me të tjerët. Po edhe tjerët urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja. Po nuk do thotë secili që urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja është musliman. Nuk do të thotë. Edhe ai cili e ka sjelljen e mirë, edhe ai cili që bën mirë, se përpiqet ndonjëherë për fat keq që u ka parap edhe te musliman, përpiqet ai vetëm nëpërmjet bamirësisë me këto me e fut atë edhe faljen e namazit, edhe haxhin, prandaj thotë, çka ti shkon haxh sa duhet, ama nëse atë jetimi nuk e ke ngop. Vaj dashur. Haxhi është obligim i domosdoshëm. Ai i cili ka pasuri, se ka kri haxhin, ai ka obligim, ai duhet pikëpari ta krinë obligimin e vet, ta ndërtone islamin e vet, ta plotësone, kompletone islamin, fenë e tij. E sot domethënë kanë dalë disa edhe për fat keq, i ndëgjojmë edhe për disa ligjërata, falu ti sa dush, si falu ti sa dush. Po kjo është ajo dallimi mes nesh dhe jo muslimanëve. Lutu ti sa dush, shkon haç sa dush, ti atallesh me shtyllat e islamit. Nëse këtë punë nuk e bën, leje namazin. Si ta loj namazin? Do namazi është e cila ndalon nga punë të këqija. Edhe i ka thonë Muhamedit alayhis salam, ja Rasulullah, po për një person falet, ama përsëri është duke vazhduar ashtu. Muhamedi alayhis salam thotë do të shihni se ai që falet për hir të Allahut do të jetë namazi që do ta ndalon nga punët e këqija. Disa herë vëllezër dikush nxehet e thotë falu ti sa dush, hiç kot e kiet falme, si kot e kiet falme. Po punët e para që të piten Allahu xhaleshanu ditë e gjykimit është namazi. Ti atallesh me namazin? Këtë rregull sjellja do të thonë është e keqe, ama nëse dikush e ka sjelljen e keqe, më thotë ai se unë derisa ta përmisoj sjelljen nuk falem, sjellja është e keqe, po përmisohet me kohë. Edhe prapë nuk mundet bëhet dikush do të thonë perfekt, përsëri ka mangësi, përsëri ka rëshqitje edhe në sjellje edhe në çështje tjera. Prandaj Allahu xhaleshanu i bëri që këto 5 i ka përmend Muhamedi alayhis salam, se janë shtyllat e islamit, se me këto askush nuk mund t'i shoqëron e musliman. Bon bamirësi, dikush vin për hallin ton, kujdeset, shoqëron kur ki e gajle, ama këto mund të ta bëjë edhe një koleg i punës i cili nuk është musliman. Qese je i mërzitë thotë mos ki gajle. Nuk do thotë se ai është më i mirë se një musliman, i cili fal namazin, agjiron, jep zekat, ka shqiptuar shahadetin, e kështu me radhë. Prandaj kjo është 5 shtyllat, 5 kushtet e islamit që i ka përmend Muhamedi alayhis salam, pikëpari janë simbole madhështore. Kjo këtë më thonë kur krijet puna e haxhit, miliona musliman. Kjo është shtyllë e madhe dhe kjo është një çështje, një simbol i madh i kësaj fesë. Apo kur agjiron, që gjithë bota e mor vesh se muslimanët kishin agjirim. Dhe çdo vit një gjë e tillë, një shtyllë e tillë, një obligim bëhet akoma më madhështore në mesin edhe jo të muslimanëve, saqë edhe jo muslimanët e shohin se kjo me vërtet diçka e mirë, diçka e bukur, edhe ne gjojmë qetësi në këtë muaj, gati do me thonë sikurse musliman, po diçish dhe ne ju përngjajnë muslimanëve kur vjen puna e muajit të bekuar të Ramazanit, agjërimi i kësaj shtylle. Allahu subhanahu wa taala i ka cek këtë çështje, jo vetëm se këto janë pjesë e islamit, por këto janë ato shtyllat më kryesore të islamit, dhe këto duhet një besimtar, këto t'i krine, pastaj vijnë çështje tjera, bamirësia e gjoja tjera, pa i kri shtyllat, pa i kri obligimin, ka thonë Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, Allahu se pranon nafilen derisa të krijet farzi. Dhe thotë Muhamedi alayhis salam në hadithin qudsi, dhe veprat më të mira, më të dashura tek Allahu xhaleshanuhu janë ato veprat të cilat i ka bë obligim domosdoshëm, i ka bë farz Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.